Vetëm pak ditë pasi mazhoranca socialiste kaloi në kuvend ligjin që i hap rrugën investitorëve strategjik të ndërtojnë porte turistike pa kaluar nga procedura e koncesionit, ka reaguar delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri. Në një deklaratë për mediat, zyra e BE-s në Tiranë ka listuar 2 shqetësime kryesore që mund të cënojnë rrugtimin integrues të vendit për shkak të miratimit të këtij drafti dhe që do të shqyrtohen nga afër me shumë kujdes. Dhënia e koncesioneve për porte tek Sion Unioni duhet të bëhet përmes procedurave transparente dhe konkurruese dhe çdo shmangje nga ky standard bie ndesh me rregullat e BE-s. Teksti i ri përfshin dispozita të pranishme në ligjin për investitorët strategjik. Ky është një ligj që Shqipëria pritet ta shfuqizojë si pjesë e hapave të agjendës së reformave dhe në kuadër të kushteve përmbyllëse për kapitullin 27. Shqipëria duhet të përmbahet nga çdo hap që bie ndesh me këto angazhime. Më 9 prill 2026, kuvendi miratoi me 76 vota ndryshimet që i japin dritën jeshile investitorëve strategjik të ndërtojnë porte turistike pa kaluar në filtrat e zakonshëm të koncesioneve. Mazhoranca e konsideroi këtë ligj një lëvizje për nxitjen e turizmit të elitës, ndërkohë që opozita e ka konsideruar si një ligj me porosi për klientët e pushtetit.